Kandidati i lëvizjes vetëvendosje Artan Abrashi sot ka ftuar konferencë për media ku fillimisht tha se kemi arritur rezultate shumë të mira. Hapi i parë drejt fitores në balotazh. Jam shumë i lumtur që kemi përmbyllur një proces zgjedhor, një ditë të zgjedhjeve me qetësi. Kjo i takon qytetarëve të vendit tonë. Prizreni do të ketë balotazh. Kjo do thotë se shumica e qytetarëve kanë votuar për ndryshim. Ata nuk u mashtruan as nga propaganda, as nga milionat e shpërndara, as nga borxhet që ja kanë ngarkuar komunës deri në fyt. Gati 60% e votuesve kanë treguar qartë se duan një Prizren ndryshe. Ata duan përgjegjësi, ndershmëri dhe punë për qytetarin. Kundërshtarët e kanë nënvlerësuar fuqinë e votuesve, sidomos të atyre që nuk patën mundësi të dalin në rrethin e parë, qytetarëve që tani e dinë se zëri i tyre është vendimtar. Prizrenasit folin me maturi, folën me përgjegjësi. Ata thanë qartë se duan një qeverisje që punon për qytetarin dhe jo për interesa personale. Ti falenderoj qytetarët që nga komisionerët dhe deri tek banorët e Prizrenit për nivelin e lartë të demokracisë, maturisë që kanë treguar gjatë të gjithë ditës së zgjedhjeve. Falënderim i veçantë për gjithë votuesit të mbështetësit televizjes vetëvendosje për këtë angazhim të jashtëzakonshëm. Të bashkohemi për Prizrenin ton të përbashkët. Të bashkojmë vizionet dhe përvojat pavarësisht partive apo bindjeve për të ndërtuar një platformë të përbashkët për zhvillimin e qytetit tonë. Vizioni im mbetet i njëjtë si në ditën e parë të fushatës. Do të qeveris me gjithë ata që duan të mirën e Prizrenit. E them hapur me respekt e me përullësi. Kjo është ftesë për bashkëpunim dhe jo për ndarje. Le ta mbyllim kapitullin e një mendësie zhvatëse e arrogante të qeverisjes që e la qytetin në borxhe e në kaos dhe le të bashkohemi për qytetarin, për komunën tonë dhe për një të ardhme të mirë. Edhe njerë falenderoj gjithë qytetarët e Prizrenit që kanë dëshmuar një kulturë të lartë demokratike në këto zgjedhje, që nuk kanë ra prej e blerjes së votës, prej provokimeve dhe friksimeve dhe kanë vendosur në mënyrë të guximshme që Prizreni edhe njëherë t'i kthehet vendimmarrjes së qytetarëve, pra edhe njëherë t'i kthehet rivotimit.